Khamenein e rrëzojnë poshtë. E para sepse edhe Muçtaba nuk ka tagrin për ta bërë, sepse duhet të jesh Ajatullah që ta bësh këtë. Por nga ana tjetër është se duhet të mlidhet këshilli për të marrë një vendim. Sepse edhe Muçtaba nuk është Ajatullah. Por problemi ku qëndron? Ne duam një arsye për të justifikuar sulmet. Mirë po, ti thuash një vendi që ma jep ti mua tash uraniumin, se e dua unë, se mos ta kesh ti, është pak absurde. Në të njëjtën kohë, që nuk do të harrojmë që Irani të gjithë industrinë e tij, pavarësisht se është vend prodhues, po energjinë e tij e ka me reaktor bërthamor. Nuk e ka mbi bazën e naftës. Pra qoftë trenat, qoftë drejtimi, qoftë uzinat punojnë me reaktorë bërthamor. Irani në projektin e tij janë edhe 3 apo 4 reaktorë të tjerë bërthamor për të bërë në Iran. Pra për ta mbushur të gjithë 100% të vendit për ta bërë me energji bërthamore. Pra, ti vendi nuk mund t'ia thuash këtë e para, dhe e dyta nuk është Irani po t'ishte tash për ta bërë të ta bënte. Por nuk do një vit për të bërë. Një vit mund t'i dojë një vend tjetër i cili nuk ka raketën. Për Irani Irani t'i duhet vetëm koka. Pra të gjithë ose mbushja e kokës, se kokën e ka, po mbushja. Qartë, po. Dhe këtu është tash gjithë ai problemi, është njësoj si takimi Trumpit me Xin, e kupto, që flitet për Teslën, flitet për këtë, flitet për atë, dhe nuk i nxirret koka që këtu flitet në blokadën që ka bërë Kina për sa i përket materialet të rralla, se ne duhet ta dimë shumë mirë që Amerika të gjithë materialet të rralla i merr në Kinë. Dhe të gjithë qipat e këto, mikroqipat, të gjitha prodhohen atje. Dhe nëse nuk ke këtë, apo edhe vetë raketat, prodhohen me këto materialet e rralla. Mirë, Irani i ka këto. Tash ti marrësh, ti thua mos e prodho ti. Sepse kjo bomba bërthamore tashmë u bë pak si dhe loj, doli si puna e Kimit, tash që Kimi ndryshoi kushtetutën dhe tha nëse vritet Kim Jong-u, bombat në mënyrë automatike shpërthejnë. Pra drejtojnë në vende të ndryshme. Tash u bë kjo sikur gjithë vendet duhet të kenë kaj bombë bërthamore në dorë dhe të jenë sigurt. Sepse ajo që thash, Izraeli nuk ka fol njëri që pse Izraeli duhet ta ketë në mënyrë kontrabande këtë bombë. Po pse? Po sikur ta hedhë Izraeli këtë bombën bërthamore, çfarë bëhet? Kush e ma përgjegjësinë për këtë? Dhe pse kjo organizat nuk bën kontroll në Izrael? Po si është e mundme që Irani që do prodho ka bombën bërthamore ka qenë hapur për sa i përket organizatës të cilët bën kontrollet bërthamore? Që Irani ka qenë i hapur, kanë vajtë dhe kanë bërë të gjithë kontrollet. Madje dhe edhe pikat se ku hyet në Isfahan, në të gjithë këto Isfahan, edhe në të gjithë pikat e tjera, janë të deklaruar nga vetë organizatë. Pra, për ta bërë Irani bombën, që ta përmbyllim, për ta bërë Irani bombë nuk e ka problem. Problemi më i madh i Iranit është ligji. Ligji që Ajatullah Khamenei ka nxjerrë për mos bërjen e bombës, pasi duhet kuptojmë, ajo është Republikë Islamike. Dhe ajo drejtohet mbi ligjet e Kuranit. Bazën aty e ka. Dhe kur ai ka nxjerrë këtë fetva e nxori pikërisht mbi këtë, se tha jo, Kurani nuk lejon që të përdorësh bombë të shfarosis mas njerëzimit. Dhe prandaj para luftës ka dalë me një
miting themi në atë kohë dhe tha ne do t'i përgjigjemi armikut me atë që ai do na përcaktoj. Pra me atë që do godasi ai, me atë do godasim dhe ne. Dhe nuk thanë që ne do bëjmë bombë bërthamore, nuk ka thënë ndonjëherë. Por thash, kjo është pjesë e Izraelit, e sionizmit izraelit, i cili do në çdo luftë që ka bërë ai, se Izraelin, domethënë nga 67 e këtej ka bërë vetëm shtrihje territori, s'ka bërë gjë tjetër. Por në çdo moment ai ka krijuar një incident, dhe pastaj ka bërë terror. Ka bërë pushtim. Tash i ka dalë ke Hezbollah. Thotë është organizat. Sepse ti po vjen dhe po e pushton. Jo, thotë se është e imja. Dhe prandaj mundohen në çdo kusht që Irani ti veshin atë pjesën që ky do ta bëj bombën. Pra, unë thash, deklarata e parë e Izraelit është në vitin 1984. Për sa i përket dhe në atë kohë është thënë që Irani për 6 muaj prodhon bombën. Pastaj filloi për 3 muaj, për 2 muaj, mëna muaj, për 1 vit, për 2 vjet. Po, u bën rreth 50 vjet kjo histori. Më nuk shkon më kjo. Është absurde, domethënë ta mendosh që një vend që e ka uraniumin, një vend që e ka të gjitha, nuk ka nevojë të shkojë me asnjë vend Irani për të pasuruar uraniumin, se e pasuron vet aty. Centrifugat i ka të gjitha aty, dhe ti thua se ky do ta prodhoj. Pra kjo më tepër duket si një shtys që ta detyrojnë Iranin ta prodhoj. Po Irani nuk e ka në programin e tij për ta prodhuar. Nuk e ka në programin e tij për një arsye dhe jo vetëm fetare, por ka edhe një arsye tjetër, sepse bëhet një vend i cili bllokohet. Bëhet si Kim Jong-u pastaj bllokohet aty. Sepse askush nuk do që ti ta bësh këtë dhe përdorimi, ajo që shumë kush ka thënë për shembull që do dalim deri në përdorimin e bombës bërthamore. Absolutisht nuk e përdor asnjë. Sepse vendi i parë që do ta përdori bombën bërthamore do të jetë vendi i vdekur. Do firmosi vdekjen e tij, sepse askush nuk e pranojnë sot që ti të godasësh me bombë bërthamore. U bë një herë në 45-ën, kaq mbaroi filmi. Dhe atëherë bota sapo doli nga lufta e dytë botërore e njëra tjetra. U justifiku me atë kapitullimin e Japonisë, por deri këtu. Sot të mendosh në 2026 të përdorësh bombën bërthamore, por e kanë shumë shtete të tjera bombën bërthamore. Ju e mbani mend, besoj apo e keni fiksuar kur Kimi tha nëse Izraeli përdor bombë bërthamore dhe ka shi Iranit, unë jam i pari, tha që ja dërgoj në Izrael. Edhe e shuj me bombë dhe e shuj gjithë Izraeli. Toni se çdo thot përdorimi bombës bërthamore sot. E qartë, pra këto janë gjitha përgënjeshtrime, po? Jo, gjithë propaganda, hajde bëjmë propaganda, shi ti mushim mendin popullit që ne po e sulmojmë të se ky ka bombë bërthamore. Realisht, nuk thash, është nonsens. Përsa një vend ka ligj dhe përsa kohë ky ligj nuk është zhbërë. Nuk mundet Irani kurse si nuk mund shkelim mbi ligjet e Ayatollah Khameneit. Se thash, nuk ka, duhet më lidhet këshilli për 28 vetësh, ta diskutojnë atë, ta hedhin poshtë edhe ta bëjnë. Gjë që s'ndodh. E qartë. Mirë. Zoti Markoci, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte tepër kënaqësi. Faleminderit dhe ju. Ju falenderoj shumë. Mirë, shikues nderuar, po mbyllim këtu këtë intervistë për ditën e sotme ku ndalëm tek takimi i Donald Trump me Xi Jinping në Pekin, ku diskutuan disa çështje të rëndësishme të cilat i zbardhëm ditën e sotme. Do të mbyllim këtu për ditën e sotme dhe bashkë do të shihemi sërish nesër. Deri atëherë, mirupafshim.